Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi sot së bashku për të zhvilluar një temë rreth aktualitetit dhe ajo që preokupon jo vetëm ne shqiptarët, por gjithë faktorin e jashtëm dhe gjithë botën në përgjithësi është zhvillimet që po ndodhin rreth luftës që po bëhet midis Iranit dhe Izraelit. Në këtë luftë janë përfshirë disa shtete tashmë, janë përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe bombardimet që Irani ka bërë në disa shtete fqinj ka bërë që edhe këto shtete dashje për dashje të futen në këtë përplasje. Megjithatë, për të folur rreth kësaj teme, rreth këtij aktualiteti i cili do na ndihmoj për të kuptuar më mirë gjendjen, ne kemi ftuar studiuesin dhe politologun zotin Gjergj Nezha. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Gjergj në këtë emision. Faleminderit Sotel, mirë mbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Tani, ne jemi mësuar të flasim për historinë, por është shumë e rëndësishme të flasim pak për aktualitetin, pasi ky aktualitet domosdo që lidhet edhe me historinë, sidomos edhe me zhvillimet në vendin tonë, duam apo s'duam. Kështu që le ta nisim këtë emision në lidhje me gjendjen aktuale që po zhvillohet tash në lindjen e mesme, sidomos në Iran, ku ka intervenime, ka sulme, bombardime, ekzekutime, eliminime dhe shkëmbime raketash. Si e shikoni ju në Francë gjendjen dhe sipas opinionit dhe mediave franceze, si parashikohet të kalojë kjo gjendje? Tani unë shikoj në opsionin, në optikën time, në optikën si një student i shkencave politike dhe profesori im ka qenë Camille Monceau, që ishte një specialist për lindjen e mesme, pra një nga profesor më të njohur në Francë dhe ndërmjetësuesi atëherë i Clintonit dhe Arafatit për bisedimet për çështjen e Palestinës. Pra është një çështje që e njoh deri diku mirë dhe mendimi im besoj se është i vlefshëm dhe sado modest të duket, por është i vlefshëm për situatën aktuale. Pra, realisht në Francë kuptohet që e shohin në këndvështrimin e tyre, pra e shohin nga interesat e tyre. Pra, çdo shtet mundohet që thotë, shiko, unë hyj në këtë konflikt, çfarë fitoj dhe çfarë humb. Ne çfarë fitojmë dhe çfarë humbim dhe Amerika çfarë fiton dhe çfarë humb. Pavarësisht se çfarë thuhet që jo ka dalë dosje Epstein e të tjerë që Trumpi thoshte kryeministri ynë që është me të moshë të dashur të Zotit ta zgjedhin kryeministrin atë se do bëhet nami, do shtuhet Amerika. Pra kryeministri ynë gaboi, pra ishte një gjykim emocional, gjykoi Trumpin i cili është i shenjës të binjakëve dhe është një shenjat nga më inteligjent të zodiakut dhe nga më të thënë gjaktohtat. Dhe kuptohet që politika amerikane nuk varet se është Trumpi, Gjergji, Aristoteli apo Rama. Pra janë disa linja të vendosura thënë një shekull dhe janë politika afatgjate dhe bazohen mbi teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe nga teoria kalojmë në praktikë. Pra në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, pra siç jepet, kush zotron Heartlandin, pra Heartlandi është kuptohet që nga Rusia deri në Iran, pra ai kalimi i Dormuzit, pra ai kanali, kush zotron atë kanalin, pra kush zotron Heartlandin dhe zotron botën. Pra nuk është se po ndërhyn se është pro-hebre apo do që të shpëtoj Izraelin, ose se ka bomba bërthamore Irani. Pra pak rëndësi ka apo s'ka bomba bërthamore Sadami, ka apo s'ka do fabrikojmë një pretekst dhe do ndërhyjnë në atë zonë për të, pra deri tani ka ardhur pra Komenia, që erdhi sigurisht nga Franca, kuptohet një agent i Francës, kuptohet që nuk ishte në interes të francezëve, por ishte interes sigurisht të rusëve dhe të kinezëve, dhe duke qenë se kontrollojnë këtë ngushticë ku kalon 1/3, 1/4 e tregtisë botërore, ku kalon
nga 20 deri 40% e naftës që shkon në Kinë, në Indi, në Japoni, pra kush kontrollon këtë pikë, kontrollon edhe Kinën, por kontrollon edhe botën. Pra njerëzit prisnin, me të drejtë thonë që pse Trumpi nuk ka këtë angazhim kundër Rusisë. Por Trumpi, para se të angazhohet për Rusinë, ka dhe atë strategjinë e faqgjatë, pra është një fjalë për një perandori, pra kërkon të jetë një fuqi unilaterale dhe jo një fuqi multilaterale. Pra deri tani kemi qenë pak a shumë 3-4 pole që mundoheshin të bënin politikë. Dhe Amerika nuk do të më tolerante, kërkon të jetë një pol, të jetë Amerika dhe duke kontrolluar Iranin, duke kontrolluar këtë ngushticë, nuk është tek nafta. Nuk është as te Izraeli, as tek shuhet apo ron, apo nuk ron Izraeli. Këto janë thënë jepen për konsum njerëzve, por në fakt është një strategjia fatgjatë, pra ju kundërvun Irakut, gjetën pretekst, tani kundërvuen Iranit, pra rreth ju kundërvun Bashar al-Assadit, Sirisë, ju kundërvun në Libi, pra të gjithë, pra i kush i dinte kundra, tani dal nga dal janë shkaluan. Pra, me këtë synim, pra Izraeli do kapi pra Libanin, Libani aty ka perëndim me Franca, pastaj Siria është në ndikimin e një që mund të quhet edhe nga dega e terrorizmit, por është sidoqoftë ai me origjinë shqiptare dhe sado terroristë shqiptarë nuk janë shquar për ndonjë ekstremizëm kaq të madh. Dhe i bëj thirrje dhe shqiptarëve dhe shtetit shqiptar që të ketë një ide që politika bëhet edhe me njohje edhe me atë kush është në rajon. Pra mos ta na shkalojnë këtë fakt. Dhe fakti është që kush kontrollon pra sot Iranin, pra ju sulën Irakut, Irani dhe i morën me radhë, pra me kamarrje, me shpinmarrje, jo ju përpoqen ta fusin Iranin me Irakun në luftë. Gjithsesi ishte që mos të, pra nëse do merrte Irakun, si thua, do binë ndikimi rus dhe kinez, atëherë thonë që dilte nga loja Amerika. Pra nxori Irakun nga loja nga ndikimi kinez, nxori dhe Iranin dhe dal nga dal, pra arrin që të arrijë synimet e veta dhe nuk është Trumpi njëri lehtë ose si shfaqet ashtu me fjalë që pra kur ta shoh në kohë luftet Trump është shumë serioz, i peshon mi fjalët, pra kur Trumpi është ironik dhe sarkastik me presidentin e Francës, me të Shqipërisë as nuk e ka fare në fene, por thjesht i duhet për një ushtar dhe po t'i shohin në momentin që ishte për shembull tani tek ajo ky mitingu përgjithshme për grupimi i paqes, i tha Vjosa Osmani, ku jeti Vjosa Osmani, çoj dorë, tu jam tha, ngri dorë, në fjalë që unë ka nevojë për ushtar, thonë unë perandori, ka nevojë për ushtar, dhe ne kemi qenë 5 shekuj, thonë, ushtar me Turqinë, dhe nuk duhet që pozicionemi 5 shekuj me Amerikën, thonë, ne të pozicionemi sidomos me Amerikën, por, pra unë të vi, për një muaj Amerika mund të ndërhyj me forca ushtarake nga toka dhe t'i thoj, për shumë që e vjetë shqiptarë, shiko, unë të mbështes, por çfarë përfitimi ka mund, pra të ti ke përfitim të bësh unilateral, të dominosh botën. Unë ty të bëj ISO, jam ushtari jot, ose oficeri jot, po në këtë rast ai tregojnë për ushtar. Dhe tani ai ka general Greqin, general Turqin, ne na fut në NATO, dhe është ligji i luftës mes Greqisë dhe Shqipërisë. Pra, në momentin që ti nuk kërkon, nuk e hap gojën, ti edhe të përdosi ushtar me fjalë, çfarë vlerë ke, atë vlerë ti jep. Kështu që ky është një konflikt i gjerë dhe kush e fiton me fjalë kontrollon botën dhe kuptoj që konflikti nuk e ka me Rusinë, konfliktin e ka me Kinën. Pra, është Kina që kërkon t'i marrë vendin e dytë dhe vendin e parë. Pra, nxitohet Evropa, nxitohet Rama e të tjerë, pra kërkoj shumë. Ai ka strategjinë e tira fatgjata, ai kërkon të dominoj botën 1 shekuj, 2 shekuj, 3 shekuj më vonë. Këta kanë ato që të kapin KCK, është mësua se është Shqipëria e KCK, po këtu problemi që thonë nuk është me KCK. Pra, kjo është hyrja që... Po, shiko, për vetë fakti që bota ka shumë pika strategjike, është kanali Suezit, është Sazani, është kanali Hormuzit, që thatë juve, është Grenlanda, plot pika të tjera, të cilat kanali Panama, se kështu me radhë,
Por mos ndoshta Amerika Gibraltari, kërkon, ka një plan që t'i kapi të gjitha të kaloj në një pol të vetëm të dominoj botën, apo ka diçka tjetër këtu? absolutisht që kërkon të jetë një perandori që kërkon pra një unilaterale, një forcë vetme, kuptoj që ka investuar edhe shumë në këtë fushë dhe ka parasysh që kur investon shumë të lindë drejt do të shikojmë ka investuar. Por është momenti që neve ti kujtojmë grekëve, hebrejve, amerikanëve, ti kujtojmë hebrejve që shikoj juve shkoni kot në Greqi se ne ju mbrojtëm nuk grekët ju çuan në Turqi. Pra një e parë, çulet në diplomaci. E dyta, na ishte ditë në luftës me Greqinë, na zgjidh, pra nëse nuk jap zgjidhje, unë nuk mund të jem ushtar i jot, për shembull, nëse Israeli kërkon të hyjë nga toka, që mund të hyjë nga Libani, nga Siria, pra me kramarje, pra thën nga deti, i ka hyrë vetë, pra në moment historia ka treguar që Irani nuk është një kosje për ty vetë lehtë. Pra Irani historikisht e kanë mundur shqiptarët pra me Aleksandrin dhe mongolët. Pra, mund na anashkaloj Trumpi, mund mos i duke mos të mbushi syrin, por neve ai të mbush syrin nga njerë, ka populli shqiptar, ka të mbush dhe thënë ka më falni për bajat të mbush prapanicën. Pra, ai të mbush syrin, mund të mbushi amerikanëve prapanicën. Pra, amerikanët provuan, shkuan në hodhën 1 miliard euro, 1 miliard në Afganistan dhe se morën dot. Shkuan rusë dhe se marrin dot. Pra, e njëjta gjë do të ndodhi edhe në Iran. Pra, mos ta anashkalojnë, as Shqipërinë, mos ta anashkalojnë as Francën, për shumë Franca është një fuqi që ka Rafale. Pra është nga avion më të mirë në ajër, ka avion që janë dhe për ajër dhe për det. Ka misil ose tropila që godasin për shembull anije dhe ka një nga më të mirat në det. Ka në det se të vogla nga më të mirat në det. Pra Franca ka aeroplan base. Pra thënë, ajo sarkazma e Trumpit duhet ta kuptoj që thon do të bësh perandorin, por perandori nuk e bën vetëm as zotëri. Pra unë ju kundërvura, thon atëherë kur ishim në shkollë, ju kundërvura atëherë dhe thashë më mirë të kemi kishim mbledhje të qerë dhe më mirë të kemi një dominim amerikan se të kemi një dominim pra për luftën në Irak. Thon që pse ti pro Amerikës se ti e tjera, thon shkon në Amerikë këto gjëra. Pra më mirë të kemi një dominim amerikan apo një dominim kinez. Pra në momentin që dominimi amerikan na jep një avantazh, dakor, po nëse nuk jep një avantazh. Pra, më thon dominim, po thjesht për dominimin e tyre, thon edhe thon stan kur s'na duhet, po. Thon që të ndjek ty kot me fjalë, grekët për shembull e ndjekin, po Greqia me Izraelin ka një strategji për kërkimin naftë, një anë strategjik, edhe pse i përzurin nga Greqia hebrejt nga Janina, nga Siraniku, çojnë Turqi edhe shqiptar. Prapë hebrejt kanë harruar dhe shkojnë në Greqi 600.000 turistë, në Shqipëri vjen 50.000. Rama llap kot, shkon atje bën dërdër, por në fakt ata thon ku shkojnë? Shkojnë në Greqi. Pra thon duhet jemi realist, pra politika është një gjë shumë e komplikuar, kërkon shumë informacion, kërkon thon këshilltar të mirë, dhe tani erdhi koha ti themi mbretit, pra Rama si mbret, o mbret. Pra dëgjoj çfarë po flasim sot dhe thon kuptoni këtë botë që thon ky është realiteti, orientohu. Deri tani thon bëj aventura me Turqinë, problemi që thon që ky ka një kërkon të marri ky budallaj, që ky budalli Trumpi. Ky budalli po dominon botën. Thon po bën po sjell botën vërtet, si nga budall me fjalë, që budall që kemi neve. Apo. Pra ne u sakrifikuam me Ali Pashën. Pra Ali Pasha u bë një herë me Napoleonin. Pastaj Napoleoni drodhi, u bë me rusët dhe mori Korfuzin. Ja drodhën në rusët. Filloi u lidh me anglezët, ja drodhën anglezët. Dhe u bën anglezët dhe francezët bashkë dhe rusit dhe kur më që Ali Pasha do të merrte të sulmonte Konstantinopolin, ju bën tre bashkë dhe hëngrën. Ka një letër, disa letra që Kapodistria, pra ministri jashtëmi i Rusisë dhe njeriu i Aliu dhe një nga krejtë e linjës tonë kombëtare, pra Joan Kapodistria, që ishte thon figurë e madhe. John Kapodistria. John, aty thon, John Kapodistria, si duash. Tani, i shkruan në vitin 1818, i thotë që ore lidhu me Rusin, i thotë Aliut. Aliu hezitoi, se me që e thonë ja drodhën një herë ata, po ja drodhën, por Korfuzin Aliu me ndikimin e rusëve ja mori francezëve. Kupton, kështu që thonë kishte dhënë prova rusët.
Nuk e bëri këtë aleancë, dhe si duket të dyshoj meqense bën atë thënë Republikën e Shtatë Yshve, thënë Rusia dhe Turqia, thënë nga 1807-1816, pra me që bën këta bashkë, thënë unë s'kam më besim as tek rusët. E ke parasysh, i humbi besimi, por fakti tregoi që i rezultoi fatal. Pra, këto gabimet historike, historia pastëritet. Pra neve për shembull, unë vërtet mbështes ty. Por Greqia është 1953 në NATO dhe ka ligjin e luftës, pra NATO, Amerika, Evropa, pra ja garantojnë sigurinë kombëtare Greqisë dhe ja te kalojnë aspiratat. Neve ku e kemi hapësirën? Pra nëse ti nuk më afron, pra unë të afroj për shembull çfarë më afron shqiptarët. Për shembull, shqiptarët disa ishte kohë e shpatës, si thua për 2000 vjet ose kohë e forcës, treguan që ishin të parë dhe kishin Romën, Bizantin dhe ishin parasorë dhe dominuan delin e Egjipt. Pra kuptoj dhe persët. Tani shqiptarët çfarë mund t'i ofrojnë? Mund t'i ofrojnë për shembull kur të vi për 1 muaj, 2 muaj koha për të se me do t'i ranë ai, kërkoj të hyjë nga toka për shembull me kramarrje, mund t'i japin disa mijë shqiptar forca, por Shqipëria nuk duhet të vejë si ushtar dhe thënë çau hajde këtu ti thënë mjep Sazanin, mjep këtë, hiqe prapanicët, uli pallon, uli brekët thënë mjep mua, se më teket mua, kështu jam më i fortë. Jo. Thënë, pra duhet të kemi dinjitet, politikë dinjitoze dhe ta dim sa vlejnë. Pra ne nuk kemi ndoshta vlerë fuqi sot, por kemi vlera historike, pra kemi treguar që ne në të shkruar ne kemi dashur të bërë perandori, kishim Ali Pashën, kishim Metaliun, pra ne ishim faktor, nuk është se bën anglezët si e kanë atë thënë kanalin e Suezit, pa më Metaliun nuk e bënin dot. Pra ata shtatishujt, pra Republika e parë, që shteti i parë grek, jo, shteti i parë grek ishte Zarafilla Lipash Teperinës, ata shtatishujt, pra Zantos, Qelqera, Paxos e çfarë të gjitha ishujt e Jonit, ishin në Aliu donte me se çdo mos të merrte një nga ata ishujt, sepse ishte njëri gjeni, dhe nuk ishte dosti do thënë jo statrapet etj, këto janë pralla. Stop, me fjalë këto, donte thënë ishte njëri i madh, por ju kundërvun. Në despotati e Pilit, pra 7 ishujt e Jonit ishin të Pilit, pra që 1204 dhe 1380 dhe sa i mori Venecia ishin të Pilit. Në kohën e Teutës ata ishin të Teutës, në kohën e Piros ishin të Pilit, pra gjithmonë ata ishin aty ka qenë tanët. Pra nuk po themi dhe çamëria, pra ne nuk dim çka kemi pasur, pra thënë duhet bëjmë një inventar kush kemi qenë dhe kur nuk di kush ke qenë, nuk di dhe çka kërkon. Pra ne nuk duhet të jemi minimalist, pra ne ta hapim gojën, të kërkojmë ju edhe para vanite për çamëri. Pra nëse unë të mbështes ty për shembull ti ke ambicie që dominosh në mënyrë të vetme botën. Unë nuk do të vi ty thënë në mënyrë kështu si ushtar me fjalë. Nëse Greqia dhe Turqia thënë biles Turqia po fitoi thënë pozicionin qendror Irani dhe Irani thënë mund të bëhet partner i Amerikës, Turqia bëhet nga general kthehet i Amerikës kthehet oficer. Greqia kthehet në ushtar, po neve ku na vjen roli neve, e këto si për shkallëzuar dhe si bie thënë roli. Pra, lind natyrshëm një pyetje që gjatë kohrave shqiptarët edhe i kanë manipuluar apo i kanë përdorur dhe në një farë mënyre nuk ja kanë dalë dot, edhe Ali Pasha që the që ka qenë goxha i fuqishëm për kohën e kështu me radhë. Por në kohët e sotme nuk e di nëse ka ndryshuar diçka, nëse do të ishim realist, do të thoshim klasa politike shqiptare, po meqense klasa politike shqiptare përfaqësohet nga një person i vetëm, nga një individ i vetëm, a mund të themi që ky individ që e mban Shqipërinë penga akoma, jo vetëm që nuk po bën ai politik pro-kombëtare, por mos ndoshta po e çon në gremin këtë komb, ç'mendim keni juve? Shiko, ai me të vetën mundohet, por do të vite kjo dhe do përmend një fakt. Për paralizëm në një letër që Kapodistria i çonte Mustafa Bushatliut, i thoshte që kam shumë presion që nga anglezët që pse unë mbështes çështjen shqiptare. Dhe pra kuptoj që thonë anglezët dhe francezët ne kanë ngrënë në besë.
Tani duhet kemi parasysh që thonë që neve Aliu tregoi ambicie të mëdha, tregoi plane, tregoi që thonë që unë dua të marr këto ishuj Xhonti dhe ja kërkoi Napoloni dhe thonë me që do t'i marrë ky hajp ja marrin ne, pra planin që kishte ja tregoi. Kështu dhe neve thonë duhet të avancojmë me një si thua duke maskuar planet tona, pra thonë të kërkojmë, pra do t'jemi më diplomat, si thua, jo ka që thonë se këta i trëmbeshin Anglia dhe Franca i trëmbeshin Shqipërisë të madhe se do merrte Aliu, për shembull, Aliu kishte marrë Akarnanin, kishte marrë Thesalin, Maqedoninë e Pilin, pra kishte bërë një shtetë shumë të madh. Pra thënë, kuptoj që dhe Ali Pash edhe Mehmet Aliu, pra dhe thënë, e kështë kuptoj që do të marrë Konstantinopolin. Dhe kjo i trëmbej, pra neve, thënë, nuk është se ne na u bashkuan, pra gjithë katolikët bashkë. Dhe në moment që ne nuk arritëm të bashkojmë me Rusinë, pra thënë, duhet të kemi shumë kujdes, thënë që kur bëjmë kthesa, çfarë na japin këto, se kjo kthes do marrin, thoshte që se këto do marrin Iranin, për shembull, duhet ta marrin për shembull që do dominojë do thotë dhe Franca, se Franca kërkon të marrë Libanin, se kryeqytetat, thënë në Liban ka qenë që nga francezët ka qenë deri në 1204 deri në 1600, 1700, pra thënë Venedikasit ka qenë në Korfuz, ka qenë në Kret, pra thënë nuk heqin dorë ta kollajnë, më kupton? Por dhe neve duhet dim të përshtatim, çfarë ka marrë këta, si do të lidhen me aleancë me Italinë për të kërkojmë ne shtatishu ose pra ne duhet të kërkojmë diçka, nëse thonë që të vesh ngri dorën këtu ushtar, më çfarë sa ushtar ja 5000 ushtar modu se bëhet më mirë më. Po shkora thënë gjej thënë çfarë amerikanët vritin thënë, pa nuk do vrit, thënë nuk do të bëhemi thënë mish për top, jemi thënë boll mendove për të tjerë fatkeq. Kujto vendin tek e lërë dhe të keq. Pra, kjo lincave duhet i kujtohet mbreti ton. Mbreti ynë tani, mbreti ka kuptuar të gjëra. Mbreti ka kuptuar që thënë që aty në ishujt e Jonit dhe në Sezan ka naftë. U orvat njerë jo me angleze e kështu e shikoj që thënë Izraeli dhe Greqia kanë aleancë të madhe, thënë dhe kuptoj që thënë për t'i bërë kundërshpesh me fjalë u mundua me anglezët. Problemi është që thënë në moment që ti nuk ke një fuqi ushtarake, bëj çfarë të duash ti kur ke ti një fuqi ushtarake dhe imponohesh, këtu janë territoret e mia dhe stop. Do thënë duke pasur ti thënë siç kishte artillerinë në fjalë detare këtu si kishte bërë, do thoshte kishte të merrte vend, po artillerinë e kishte thënë ti nuk mund të qasësh aty 7 kilometra, do thënë nuk deri nga aty në Itali nuk i qasësh dot mirë. Pra, artilleria, dronët, pra ti nuk ke strategji dhe kuptoj që dhe Turqia, në qofse thënë Irani, del nga loja, kuptoj që thënë dhe merr Amerika kontrolli, kuptoj që do vendosi një njeri të saj. Po kuptoj që Iranianët nuk janë aq të lehtë për në nështruar, sepse ata mësuar me një diktaturë kanë 40 vjet, pra janë situatë si neve që nuk heqim dorë dot nga diktatura, për do votojmë prapë. Pësën da do vëdojnë prapë këta komenit, sepse thënë jam mësuar me ta, thënë lavash truri, thënë shumë e letë, thënë edhe pse doja Amerika edhe Izrael ta t'i bëj mirë Iranit, populli Iranit është një popull i kulturuar, i ditur, i hapur, dhe nuk e meriton këtë diktaturë që imponohet, por ka 20% 30% popullsi që dalin dhe mbështesin, pra vështirësohet dhe sikur ta fitosh luftën, nga brenda si fiton luftën. Kështu që thënë dhe Trumpi nuk duhet të investojë as të Francën, as në Shqipërinë, për ato që çfarë mund t'i ofrojë. Dhe Shqipëria duhet të luajë rolin, thënë çfarë mund t'i ofrojë dhe të gjendet në lojë, pra të hyjë në diskutime me atë drejtuesin e Sirisë që është me origjinë shqiptare, pra të luajë rol, siç kemi pas ti kuptoj që ne kemi pas rolin atë zonë aty, thënë, pra rolin ton mos ta marrin dhe ta thënë, ne kemi ta kapitalizojnë dhe ta përfitojnë ta. Pra, dhe ne duhet të dimë, kemi thënë borë, shumë hapur, shumë gjëra, janë gjithdoshta edhe që duhet të thuheshin, por janë thënë, dhe thënë mbreti thënë ti kuptoj, dhe mbreti si thua mbreti ta kuptoj që ne nuk kemi një doktrinë shqiptare, ata pra ky është një doktrinë për shembull. Kjo për shembull e Hartlandit, pra kanë kapur Iranin për shembull, mundohet thënë pra furnizon Kinën, pra kanë përfitime, por në momentin që thënë nëse populli Iran ngrihet dhe i largon, që dhe mund mos ngrihet, por gjithsesi kjo nuk do të jetë siç ka qenë pas, do jetë më. Thënë kaq lehtë thënë Trumpi është njeri vendosur, është i shenjës binjakëve, kur është serioz, është shumë serioz, dhe e kanë ndërsuar, por
nuk do merret ndoshta me Trump, ndoshta me Rusin për shembull. Janë bërë shime thonë që Siria i kaloi pak a shumë situatën, u largua Rusia, ndoshta i kalon gjysmën e Ukrainës Rusisë, pra ka gjëra të bisedime të dhe Trumpi si inteligjent është, do të thonë s'mund të kishte dy armik njëkohësisht, pra i bëri koncesione Rusisë për të përballur me Iranin dhe me Kinën. Pra nga tjetër që thonë këta që pse Rusia nuk e ndihmon Iranin, e ndihmon në mënyrë të heshtur, e ndihmon deri diku, po mos harrojmë se një tretë e popullsisë së Izraelit është me origjinë nga Rusia, pra janë hebrej ashkenaz. Partneri i parë ekonomik i Izraelit është Rusia, ose partneri i parë i Rusisë është Izraeli, pra kanë shkëmbime të forta ekonomike, pra kanë lidhje ekonomike, kanë interesa. Pra edhe sikur të kalojnë në ndikimin e Izraelit dhe Amerikës, do të thënë edhe Rusisë nuk humbes shumë, pra i thënë ka bërë llogari të diçka kanë bisedua. Kurse Rama flet kështu për fund si pyet, thonë flet një shash, ka dy thënë se dëgjon njëri, thënë, pra ti çfarë përfiton? Pra kjo është loja, thënë, Kina kuptoi që do bëj maksimumi sepse del nga loja, thënë, rrihet energjia, i bie, thënë, kosto, thënë, rrihet kosto prodhimit dhe tjetër, thënë, hyn në vështirësi të mëdha ekonomike. Pra, thënë, Kina është detyruar të futet në lojë. Sa ka fuqi Kina, thënë, të përballet ushtarakisht, do ta shohë koha, por nuk do ta ketë lehtë. Situata, thënë, nuk është, thënë, nuk jemi në luftë tre botërore, po jemi në luftë, thënë, një konflikt, si thua, më shumë rajonal. Jemi të sinqert, vendet arabe me ite Trumpi do që futi vendet shiite i futet vendet sunite në luftë, pra mund të fusi edhe Turqia, mund ta fusin në luftë me Iran. Turqia do dominonte, Irani do dominonte, linjë mesme, Izraeli do dominonte. Pra gjithë secili kërkon. Dhe Amerika në këtë vorbull tani thënë do shofi se si ti menaxhojmë më së miri dhe ta ketë gjithë thënë të dominojë po 2-3 shekuj me radhë si fuqi e vetme. Kjo është loja. Po mirë, dakord, bota ka diplomaci, ka diplomat dhe shikojmë dhe zhvillimet të cilat kanë atë frutet e tyre si pas diplomacisë së çdo shteti. Por në lidhje me shtetin ton, me qenë se e përmendëm, këto 3 dekadat e fundit, a keni parë të zhvillohet në një lloj diplomacie në favor të kombit shqiptar dhe sidomos këtë dekadën e fundit që ka qenë shumë dramatike në lidhje me diplomacinë shqiptare, a keni parë në një nivel diplomacie ose më saktë cila është nota që i vini diplomacisë shqiptare dhe sikur të ishte në dorën tuaj, me qenë se ju e njihni politikën dhe shkencat politike, çfarë do të bënit më mirë juve në atë pozicion, po të kishit në dorë, domethënë, për të patur, për të qenë më diplomat dhe më afër interesave të kombit shqiptar? Tani Rama ka bërë një hap të mirë në kuptimin e ra, ka emëruar Ferit Hoxhën, i cili ka një eksperiencë, ka qenë ambasador në Paris, ka qenë përfaqësues i Shqipërisë në OKB, përfaqësues i Shqipërisë në Europë. Pra, thënë, është përmirësuar, nuk po themi se tani nuk është të Spiropali, të Emri, të Gjergji, problemi është që çfarë kapaciteti ka ky individ, çfarë aftësie. Tani nuk e di, thënë, po të ishte në të bindën dorën time, thënë, kuptoj që thënë do kishte ndryshim radikal. E pare punës, thënë që stafi, si thua, të pakën 50% e stafit do të ishte i diplomacuar, i shkolluar për diplomaci, pra të kishte thënë një shkollim të ne mund të kishim për shembull ministër siç ka Rusia si Lavrovi, ose për shembull siç ka pas Franca ministra të thënë si De Villepin ose ministra të nivelit të lartë. Dhe ne nuk kemi pasur asnjëherë ministra të nivelit të lartë. Deri diku Pascal Milo nuk ka qenë keq. Thënë edhe pse disa akuzojnë për shumë, po një bisedë që ka pasur me Pascal Milon më ka rezultuar që ka qenë shumë patriot dhe shumë pozitiv. Dhe ato që kemi diskutuar dhe thënë ka qenë prezident dhe Rama në gjira, thënë ka rezultuar shumë pozitive. Pra, njohja historike, njohja e mentalitetit, njohja e vendeve, njohja e strategjive, njohja e
pra kuptoj që kjo nuk arrit thënë me njerëz me njohje të lehta. Kjo arrit duke pasur njerëz për shembull njerëz që kanë njohuri të thella dhe kuptoj që dhe atë dashuri, por nëse ti nuk ke identitet të fortë kombëtar shqiptar, ti nuk realizon dot për shembull pra që të kesh ti për shembull ambicie. Pra Franca mund të bjeri nga fuqia ekonomike, por ngjelet gjithsesi një fuqi diplomatike, ngjelet një fuqi ushtarake, ne ngelemi, ne jetëshemi, ne jemi një, po të isha unë për shembull të vlozim me një fuqi me të kaluar historike, me të kaluar thënë me një traditë thënë luftarake, pra kemi ne ato të pika tona të forta, por nëse ne nuk kemi pika të forta, zotësia do ishte që pika tona për shembull të kthehen më të forta. Pra nëse ti për shembull ky Olancë nuk të jep rezultat dhe ti lidhesh me Kinën çfarë rezultati të jep. Nëse ti i përmbys balancat për shembull dhe kalon në krahun tjetër, çfarë krahu tjetër të propozon? Nëse ky krah nuk të ofron asnjë zhvillim ekonomik, nuk të ofron asnjë marrje të çamërisë, pra ti thën një gjynjëzim kot, pra thën bëj llogarit, bëj një bilanc. Pra unë dhe ti diskutojmë thënë çfarë do ti për shembull me pozitivitet më thënë si mund ta bëj më mirë, si mund ta bësh ti më mirë. Pra gjë më mirë është thënë që thënë duhet njeriu dur në vendin e dur. Pra nuk kemi bërë një film për Konstantin, nuk kemi bërë një film për pra thënë një diplomat i mirë, kuptoj që thënë vënë në lëvizje diasporën që e kërkon thënë që të ketë Shqipëria thënë të ketë ndikim në diasporë dhe në Turqi ose në Amerikë, pra thënë ne nuk kemi. Për shembull, Franca kishte 400.000 francezë në vendet arabe, pra thënë dhe ata pra thënë kur ti ke 400.000, tregon që ke ndikim aty apo jo. Po dhe që kemi me miliona në Turqi dhe s'kemi asnjë lloj ndikimi. Ma kupton? Pra Franca thotë që unë shkoj atje dhe mbrej interesat tona. Shqipëria vin ai në ton xhami ty, kurse ti kursi kërkon aty shkollë. Ndërton ai në Shqipëri, po ti nuk i thua që këtu kemi thënë ka qenë 8% arvanicë Peloponezi. Peloponezi quhet Lelegia për shembull, Greqia quhet Pelazgia. Tani thënë ti mund të më mohosh mua, po unë të bëj maksimumin për ty të çliruar ty dhe ti të bësh maksimumin për të më shuajtur mua, dalë bek se ka ndek. Dhe pra kjo spirale, këto kërkesa minimaliste, pra po të isha unë për shembull nuk do ketë më kërkesa minimaliste. Ti je Donald Trump dhe unë nuk mund do pranoja për shembull të isha edhe Vučići ose për shembull ose kjo për shembull Osmani. Nuk do kishte shans për shembull qoftë Donald Trumpi, qoftë zoti vet, të më thoj mua çau Gjergji atje thonë çu ti vjos Osmani thënë peçë nglidor me fjalë. Më kupton? Pra nuk thon unë, pra thon ai do të sulmonte, unë do ta sulmoja në moment, të thon dhe ti, thon unë nuk jam ushtari jot, pra thon në shtrimi, në shtrimi, fjalë shqipe, në shtron. Dakor? Pra nuk tu ti ne kemi figura të forta, kemi figura si Kapodistria, nuk jarin ti vinë në jetë. Kishim si Napoleoni, si Ali Pasha, Sergji Vëmjet, kishim si Ismail Qemali, nuk arritëm, si kishim si Noli, pra kishim si Konica, ne nuk arritëm të marrim maksimumin nga figurat tona. Dhe Rama nuk mund ta shohë Shqipërinë as si pronë të veten, as diplomacinë, as thjesht pra është thjesht një ego personale për hir të së vërtetës dhe ministri jashtë më njeh shumë mirë dhe mund të unë nuk i thon minimalisht në një këshilla mund të jap, s'më kushton gjë. Edhe më shumë, por unë nuk vi për shembull nuk i bashkëpangjitem pa pasur një vizion dhe një vizion të fortë pro shqiptar. Nuk ka për shembull pjesëmarrje kur nuk ka reagim të fortë pro shqiptar. Se ai mund të kesh një farë vizioni, po një vizion që ti i nështron shqiptarët brenda dhe anë jashtë, ti kërkon shitet si nacionalist, nuk shkon. Pra, bëj nacionalistit brenda, bëj shqiptarë në Shqipëri, je prona shqiptarëve. Dakor, pra më jep mua pronën kullohat dhe malet, mos paketa e maleve është antikushtetuese, pra mos ndaj vetëm tokën në fushë dhe në mal, për shembull atje thotë me rajenezhe. Si ti them aty babai tim, thonë që babai për shembull thotë të parën ditë tim thoshte mua, po dytën di baba. Pa të parën di Rama, po dytën e baba, pa dytën e di Trumpi. Dhe Trumpi thonë ky thotë, "Ri aty hesë ti thonë një figurant."
Dhe rolin e përcakton ti. Pra ti ke peshë historike, ti ke peshë territori, pra ti ke pasur territore nga Moravia, nga deri në Kaukaz. Pra ke një peshë historike. Pra duhet të thënë pa njohur rolin të kush ke qenë, nuk bën dot politikë. Dhe kjo është ajo thonë që unë do kërkoja që thonë të ndikoja. Pra sa më dëgjojnë, sa na dëgjojnë, është tjetër gjë. Po neve prapë, më thënë, jemi njerëz pozitivistë dhe jemi nacionalistë. Dhe ne nuk heshtim, thënë se nuk edhe se kemi përfitime apo s'kemi përfitime, ne çfarë mendojmë, i themi. Me pak fjalë, klasa jonë politike e ka parë Shqipërinë si një lop për ta mjelur dhe ka zhvatur deri maksimum duke i shkatruar dhe të drejtat ndërkombëtare. Mirë, le të flasim një çik edhe rreth temës dhe si e shikoni të ardhmen e kësaj lufte, si do vijojë kjo luftë, do zgjatet, do ketë përhapje në zona të tjera, apo do jetë një luftë e izoluar dhe mund të parashikohet një mbyllje e afërt e kësaj lufte në Iran? Jo, po të shohim konfiguracionin. Pra çfarë po ndodh nga deti është Amerika, më lart çik më afër është ofruar Kina, nga Libani është Izraeli. Kuptohet që nga Libani e kontrollon dhe Franca, Franca ka ndikim dhe në Siri ato thonë është pro-amerikan. Pra thonë me krahmarrje ja kanë marrë thonë Sirinë, Libanin, këtë detin. Pra thonë si thua në gati 3 krah është thonë ose 2 krah gjysmë është izoluar Irani. Pra thonë populli iranian a do reagoj, nuk e di, nuk jam i sigurt. Ata mund ta bombardojnë Iranin, ata mund të rriqin nëpër male. Pra janë një popull, ata janë popull kokfortë, nuk janë një popull thonë i lehtë për tu menaxhuar nga shkollaj, kështu që thonë mendoj që nuk e di a do ta kenë kaq kollaj. Trumpi është optimist, unë mendoj se thonë dua të themi gjë që Kina ka një mentalitet aziatik. Pra nuk del hapur në skenë, pra vepron gjithmonë nga mbrapa. Neve shqiptarët për shembull thonë po erdhi ky është, kemi thënë fatkeqësi për Amerikën thonë. Pra dalim, ti mund ta kesh atë rezervë, po mbaj për veten tënde. Mund ta kesh mirë, mund ta kesh gabim tjetër gjë. Pra nuk shprehet në mënyrë direkte. Pra kurse aziatikët të sulmojnë direkte kanë mbështetur prej kohësh Irani thonë dhe kuptoj që thonë i ka dhënë avantazh ekonomisë kineze. Tani amerikanët duan të japin fund kësaj gjëje dhe të ndryshojnë thonë raportet botërore. Dhe në aspektin e Shqipërisë, për shembull duke pasur shiit me sunit, duke qenë se Shqipërinë e ka mbush me xhamia kështu, për mendimin tim është pozitive për Shqipërinë. Pra kjo lufta thonë që do futet shiit me sunit, do hajmë një tjetër, do kenë kohë të hajmë me neve. Thonë të na, pra thonë kjo ka dhe ato thonë por Shqipëria nuk duhet të thonë të harrojë që ka një komunitet në Siri, në Liban, në Egjipt, që ka pasur të kaluar, që ka një komunitet në Argjentinë, që ka një komunitet në Amerikë, ka një komunitet të madh në Turqi dhe Ministria e Jashtme, përveç ishte Majku që vine bënë një tur kështu një kaqko dhe pra Ministria e Jashtme ka një rol, më thonë, që thua drejton çështjet e vendit po në hapësirën e jashtme. Pra ka një hapësirë, kemi hapësirë shqiptare, kemi investitorë shqiptarë, si mund t'i thithim, pra ka shumë, thënë, por kjo kërkon që thënë që të ketë një sinergji me kryeministrin. Pra, kërkon një ministër të jashtëm ose këshilltar. Tani se kë ka këshilltar, Rama nuk e di. Rama mund të ketë për shembull mund të ketë këshilltar hebrej, po problemi që ata këshillojnë, po gjithsesi e këshillojnë duke pasur një 8% në favor tyre, se ata janë budallënj. Po normal, edhe kjo duket qartë që vetëm Shqipërisë nuk po i shërben. Por le të kalojmë tek pyetja e fundit, Gjergj. A mendon se pas zhvillimeve dhe luftës që po bëhet në Iran, së shpejti do të instalohet një qeveri globale dhe do të kemi një rend të ri botëror? Nuk e them dot të, sepse tani që të themi që një rend të ri botëror i bie që Trumpi një ka qenë me demokratët dhe pastaj ka ardhur me këta, më thënë është antiglobalist Trumpi, besoj se është antiglobalist në thelb. Besoj, na thënë tani me ka përsëritur se aparencat janë nuk do të shifemi në aparencat, do thënë, por besoj se është një
antiglobalist, mendoj që thënë kërkon që të ketë një ndikim jo total, por kuptoj kërkon që të ketë ndikim Irani, thënë duke hequr ndikimin e Kinës. Pra thënë luftën e ka nuk është një luftë thënë e sotme, është një e përgatitur prej kohësh, pra është një po duket njëri energjik dhe nuk dorëzohet kollaj, por thënë edhe iranianët nuk janë njerëz që dorëzojnë kollaj, nuk duhet edhe lehtë. Prandaj thënë që thënë do të jetë ai thënë më bashkëpunues, edhe Trump edhe a do jetë me fjalë për një qeveri globale, nuk jam në qoftë se ai do të vendosi thënë dominimin dhe të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit, kuptoj që thënë bëhet një perandoria amerikane thënë që mund të shkojë 200-300 vjet e pa diskutueshme, thënë që se kundërshton dot më, fjalë nuk e lëviz dot më. Kinezët e kanë kuptuar dhe janë kundërvend me shumë finesë, thënë pa dashur në skenë kështu thënë, por tani thënë të shohin thënë si do thënë sa të sofistikuara ka Kina, thënë, a është në atë nivel teknologjik, nuk besoj, megjithatë prap ka një rritje të kuptoj që është dhe Korea e Jugut, është edhe Franca, janë disa vende, kuptoj që dhe Rusia po rinë thënë pak si neutral, ndërkohë që thënë që gjasat janë që thënë që Irani është pak izoluar. Nëse populli i tij e mbështet fort, nuk është dhe kollaj që ta nështroste e provuan në Afganistan dhe dështuan, e provuan në Irak dhe u larguan. Pra ka thënë, por nuk është, kuptoj që thënë Trumpi nuk është Obama, do të kemi parasysh këtë që thënë është më së dukshme dhe ata që thënë edhe në Francë e tallin thënë duhet zgjuar edhe Franca ka dëgjuar Francë ose me se tallin Trumpi edhe të jap dhe gojës. Po nuk është një fjalë gojës, të japësh gojës, më thënë, në vend që të japësh gojës dhe jep gojë dhe pastaj thua nasa zanë që duhet vetëm aman më lëram, thonë se e kryova një herë, më thënë, i dhe një herë gojës, po ka pasojë ajo. Pra mos të bien pasojë mbi shqiptarën, thënë, po mund të jetë kjo, por shumë që unë i fal Sazanin dhe mund të marr ato aty nafën që jetë, në konfirmim e Sazani Karaburun, me Korfuzi mund ta marrë Shqipëria. Nuk e dim saktë, po që Rama është lojtar, thënë, sido që ta marrim, nuk e kalojnë nivelin mesatar të lojës. Pra nuk e arrin dot të thënë atë, sado që thënë mund të jetë demagogë dhe flasë i bukur, thënë nuk na duhen fjalët e bukura, na duhen veprat e bukura. Vera pa ti kur ti nuk je për shembull pro shqiptar, për shembull ai nuk është pro shqiptar në kuptimin që shqiptar nuk i ka bërë pronë, ka larguar shqiptar, të tjerë pastaj thënë unë i shoh veprat, nuk dua unë thënë do i qepej maleve, kodrave ti, nuk e bërë as fushat, i ke përmbushur fushat, i do gjepyje, thënë, pra, duket dielli, thonë, që kur linda, bërë. Mirë, unë do të mbyllja me një frazë që do të thoshja që çdo vend varet, zhvillimet e tij të brendshme varen dhe nga reagimi i njerëzve të atij vendi. Nëse njerëzit e atij vendi reagojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre, ai vend sigurisht do ketë integritet dhe do ketë një zhvillim pozitiv, por në rastin ton, Shqipëri fatkeqësisht na duhet të pranojmë që njerëzit janë në koma, janë në një gjumë letargjik dhe me sa duket vaksinat kanë bërë punën e tyre në thonjza, duke e vënë në fjetje këtë popull dhe duke e bërë një popull të varur. Njerëzit që kanë qenë energjik kanë ikur e kanë lënë këtë vend pasi dihen metodat e dëbimit të tyre, kështu që nuk e di, ky është fati i kombit ton ndoshta, por që shpresojmë se ndoshta ndryshon ndonjë gjë. Gjithsesi për këtë temë ndoshta do të flasim dhe për tema të tjera historike, do të flasim në vijim ditën e nesërme, ndoshta do të jemi përsëri bashkë. Një ndryje, virusi ideologjik, pra i virusi ideologjik që ata po një hyri thënë internacionale komunist, po duket një hyri, pra thënë ky është pa fe, pa dhe, pas lloj ky njeriu, nuk mund të thosh që ky njeriu për shembull është i ngjashëm me Enver Hoxhën, pra thënë s'mund të thuash apo thonë se Enver Hoxha ti mund të thua diktator, po ishte diktator që prodhonte, ishte diktator që kishte armë, pra thënë nuk është e njëjta kategori. Ky është
Ky është diktator thjesht për egun e tij. S'ka lidhje fare. Një klasë, ky është bë pronari i Shqipërisë. Ai mori se xoi ta po bën pronarët e Shqipërisë. Pra thënë kjo është një e kemi thënë dhe herë të tjera, mbase ishte më i keq i botës, po e mori Shqipërinë me 800.000 dhe e bëri 5 milion banor dhe ngriti një infrastrukturë që për kohën nuk ishte pak. E megjithatë, unë nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar apo ta mbyllim këtu? Jo, doja që se fola shumë dhe të kishte ndërhyrë dhe ti disa herë që thonë që se ta i thënë dojë si kur thënë që monologe. Jo, unë të lash të flisje me qenë se s'doja të ndërprisja në fjallën tënde. Gjithsesi ne do kemi kohë, do jemi prap nesër në emision dhe do të vazhdojmë, do të jemi këto ditë në mënyrë të përhershme për të folur jo vetëm për historinë, por edhe për aktualitetin, se si lidhet ky aktualitet dhe çdo gjë që ndodh jashtë, si lidhet dhe me brenda dhe pse ka lidhje edhe me zhvillimet pse fati i kombiton ka lidhje dhe me zhvillimet jashtë. Mirë, unë të falenderoj Gjergj dhe shpresojmë të jemi nesër përsëri së bashku. Faleminderit dhe ju përshëndes gjithëve. Faleminderit. Mirë, dashur miq, që këtu do të ndajemi dhe së bashku, do të shifemi përsëri në të ardhmen, ndoshta edhe nesër në emision e radhës. Deri atëherë kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.